çfarë haj fëmija. Vetëm shalqirin duhet ta. Në këto kohëra ka pafund. E rëndësishme është të dish të Pa zgjedhësh. diskutim ka pa fund, po... Po me këto ëmbëlsira, se unë ka përshtypjen që nuk ka fëmijë që nuk janë ëmbëlsirat, ë? Jo, nuk ka fëmijë, sidomos çokolladat, unë kam një betejë me atë vajzën time, Dëhaj, sigurisht që unë dëhaj. le shpinë pa ëmbëlsira, vetëm që ajo mos hajë ëmbëlsira. Këtë do thoja, kjo është zgjidhja e Të betohem, unë këtë bëj. Nëse juve si mama do t'i thoni që çokolata asnjëherë nuk hahet para buke. Ua plasa, e di që poni, merë çokolata, ti qef ato kristafet, në tonjza duhet bësh pak diktatore, në tonjza. Do t'i thuash që kjo në asnjë mënyrë nuk hahet. Pra e prerë, mami duhet jetë e prerë. Pra roli i parë, asgjë të ëmbël para ushqimit, para supës. E kam thënë njerë, kalamajt e vegjël janë si lokomotiva. E treqin gjyshen zvar, ajo. Në përlagje, deri sa pa fusin atje, dhe do ulurin, deri në 4-16 dëgjohet, deri sa të marrin atë gjën. Kjo është varësi me keqe se droga, më besoni tani se kjo është shumë e rëndësishme. Të bëj unë një pyetje këtu është komponenti psikologjik, ku elementi, autoriteti të ndërron. Se fëmija ime nuk e ka bërë këtë, as me mua, as me mamin, as me babin, as me gjyshen, as me gjyshin. Tani, varet... Se gjyshja i ka bërë për As ka tërhequr, as e kanë tërhequr. As ka tërhequr, as e kanë tërhequr. Po flasim për breza, flasim për breza. Ja, kështu kanë dendur, jo për tu krenuar. E kanë dyqanin poshtë avatit dhe i shikoj. Atere vëmqen të nde? Lozin jashtë nuk i thosha asgjë për televizor, asgjë. Se vriteshin, se bëheshin pis 4-5 herë në ditë, të ndroheshin, nuk e kisha problem. Kemi ngorritur në mesazhin ton Vënqe. Jepi drejtë. Merru një sa më shumë aktivitet fizik, sepse është gjë më mirë që mund të ekzistojë momentalisht, sepse për të ngrënë nuk mund të sugjeroj asgjë çfarë sepse nuk dim çfarë vjen dhe të natyrës, edhe frutat dhe perimet janë me pesticide. Nuk dim. Natyra, televizi, se po lëvizi, por të paktën merru me aktivitet fizik. Unë Joanin e kam çuar dhe në basketbol e kam çuar dhe në not, shqyr zotit, ka qenë një moment që u bë kështu tip boli, që themi, edhe ishte nga çokolatat, nga petullat, nga këto. Po ja thoje ti, se edhe nuk duhet ja themi, se edhe kjo është shumë e rëndësishme se është si ndjen bullizimi. Jo, unë ngacmoja në sens humori, siç e kam unë lidhjen me çunin tim, bolo që kemi bolo. E thënë nga prindi, e kursen dhe po prindi është bullizuesi më i madh i fëmijës tani. Po, dhe nuk perceptohet si bullizim nga pala tjetër, sepse prindi e paraprind dhe unë e thesha, edhe ai më ngacmon. Po Vënqja jote se kuptuan tani. Mënyra Vënqja është vrap nga liçeni, ha. Vrap, po kam mbetur në një çik liçen, vrap nga liçeni. Ku ka pem, ku ka skarfar, do më dhe në gjitu një në për pem, ore atë... Të paktën, të tretet a ju që hami. Ore Vënqe është Vënqe ti tani, pse bënë së se kupton? Jo, kjo është Vënqe? Vënqe, të hanë shëndetshëm, po gjetën në shimet së dhe të vrapojnë. Okej. Të vriten nga gjujtë si që jemi vrarë dhe ne. Do thoja prindër të dashur, e di që ju po rrisni fëmijë si princër, si princesha të gjithë, dhe po i përgjeni shumë. Bukur kjo, ama në të shmëndë me këto princesha. Mos harroni të bëni prindin, sepse prindërimi nuk është vetëm të pjesa e edukimit, që pak e bëjnë edhe atë pjesë, por është edhe pjesa e ushqimit. Ajo edukat që merr fëmia, është roli i prindit shumë i rëndësishëm për ta orientuar fëmijën me një kulturë të mirë të ngronit dhe për të ngrënë akademike. Vënqe. Të kërcas fasulja. Po fasulja shumë e mirë. Të kërcas fasulja. Fasulja, të gjitha ngjyrat. Kam fasulja. Dorim? Vënqen time do ta kisha me shtetin. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të përfshihet Ta ishte ti fasule. Të përfshihet shkolla si komponent. Po. Të përfshihet shkolla si komponent në këtë histori, duhet absolutisht fëmijët të kenë një regjim ushqimor edhe në shkollë. Okej, po e mbyll me kaq. Erion, Vënqja jote? Vënqja ime është zbathur nga liçeni, zbathur në rër, zbathur në tokë, kalamajt. Derisa ti grisin ato pantalonat. Po, copalet bën, se themin e, wow, vra! Jo, mërë të gjakose. Atyre të ngordi, se vrarë, jemi bërë copa, po mirë jemi rritur. Shkojmë në publicitet duke falenderuar shumë sponsorët tanë që në mbështesin dhe kam besim në edicionin tonë. Po thashtë të falenderoj të ftuarit ti.
pa tjetër që janë miqë tanë, sepse ata do të vinë prapë, se sezoni sa po ka nisur. Po. Shkojmë në publicitet dhe me njëherë pastaj takohemi këtu në studio, ju presim me ndeshjen Bardhazi.